Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e peshqve për muajin nëntor. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Shohim javën e parë edhe pse nxora këtë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, por dhe të tokës. Atëherë ju shoh në fillim të javës së parë, ju do jeni duke menduar se si të lini mbrapa vështirësitë dhe të jepni një drejtim më të mirë gjërave, një drejtim më të qetë. Për pjesën e personave që janë në një njohje, ju dëshironi ndoshta të shkoni diku me këtë person ose gjithë ata që futen në njohje, për të shkuar diku dhe për të biseduar me njëri tjetrin, ndoshta në një vend sa më të qetë. Ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që mendoni të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, duke lënë mbrapa vështirësitë. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën, ku ju dëshironi të jepni një drejtim më të qetë punës tuaj ose anës tuaj ekonomike. Në rastin tjetër në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, varet nga situata që ju keni. Gjithsesi ju shoh të ngecur në mendime negative. Ju edhe pse dëshironi të jepni drejtim situatave, keni ngecur në mendimet tuaja, por rruga është e hapur në lidhje me gjithçka. Janë thjesht mendime në mendjen tuaj. Ju mund të mendoni që një njohje secën dhe mendoni negativisht, por nuk është e vërtetë sepse unë shoh që rrugën e keni të hapur. Ose mund mendoni një punë, një partneritet, një bashkëpunim, nuk po ecën. Por janë thjesht mendimet tuaja, sepse gjithçka është e hapur në lidhje me punën, me anën ekonomike dhe me situata të ndryshme. Në fund të javës parë, ju shoh që mendoni shumë seriozisht në lidhje me situata të ndryshme. Truri juaj po të vëmrektu është duke punuar gjatë gjithë kohës në lidhje me se si të jepni drejtim gjërave, në lidhje me gjithçka. Por ju jeni duke menduar shumë fort dhe për anën ekonomike ju shoh. Një pjesë prej jush i shoh që mund të jeni në një pozicion të favorshëm ekonomik. Dikush prej jush mund të keni mbështetje në një personi ose ju të mbështesni dikë nga ana ekonomike. Ose mund të jetë dhe një person që ju këshillon në lidhje me financat tuaja. Është një person që ka eksperjenca të gjata dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energjinë e karocës, energji e gafores dhe energji të shenjave të zjarit, shoh këtu. Gjithsesi, ju shoh në fillim të javës së dytë, ju jeni për pjesën e personave që janë në njohje, ndoshta ju po mendoni shumë seriozisht të investoni te ky person. Për pjesën tjetër, ju dëshironi të investoni përsëri në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Disa prej jush mund mendojnë të rrisin të ardhurat e tyre për të bërë një punë të dytë ose për të kërkuar një shtesë të rrogës ose të pagesës që kanë. Dhe në mesin e javës, unë shoh që ju i jepni drejtim situatave, i jepni një drejtim më të mirë, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në punën tuaj, ose familjes tuaj, shtëpisë tuaj, dhe në fund të javës shoh që ju çliroheni nga një lodhje e gjatë. Mund të jetë diçka që ju ka lodhur në lidhje me dashurinë, me njohjet që keni. Mund të jetë që ju keni punuar shumë fort, mbyllni një projekt, një bashkëpunim për të bërë një fillim të ri. Ose për pjesën tjetër mund të keni marrë shumë angazhime në familjen, shtëpinë tuaj dhe kjo gjë ndoshta dhe ju ka lodhur. Ose mund të bëni dhe 2-3 punë njëkohësisht dhe kjo do të jepni fund
në fund të javës së dytë dhe shoh një çlirim në lidhje me ju. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që keni të bëni me energjinë e shenjës së peshores. Keni të bëni me 4 energji të rotë e fatit, ku është shenja e demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit këtu. Në fillim të javës së tretë, shoh që ju do të jepni zgjidhje situatave, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet për një pjesë prej jush. Një pjesë tjetër do të jepni drejtim punës tuaj, do të jepni zgjidhje më saktë, ose kjo mund të ketë lidhje edhe nga ana ekonomike. Por në mesin e javës fati ju ndihmon në lidhje me gjithçka që ju t'i çoni gjërat para. Disa prej jush mund të keni lidhje dhe me gjykatat, me prokurorit, me institucione shtetërore, me divorce, me gjyqe, varet nga situatat që ju keni. Por e rëndësishme është që fati është në anën tuaj dhe ju do t'i çoni gjërat para në mesin e javës së tretë. Dhe në fund të javës së tretë, unë shoh një sukses, një fitore për ju. Fati do t'ju ndihmoj si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por edhe në çështje të ndryshme që ju do të jepni zgjidhje gjatë javës së tretë. Dhe këtu shoh një sukses, një fitore. Disa prej jush mund të jeni edhe në udhëtime. Udhëtimet mund të jenë të shkurtra ose të gjata, por shoh që në një fitore dhe në një sukses që do keni persona që do t'ju mbështesin, por do keni dhe persona që mund të jenë ziliqan ndaj jush. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëre, në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit. Kemi të bëjmë me energjinë e zjarit përsëri dhe këtu energji toke. Atëre ju shoh që ju do lini problemet mbrapa dhe dëshironi të hidhni hapa para. Por nuk ndiheni shumë të sigurt, domethënë në lidhje me këto hapa që do hidhni. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me njohjet që keni, ju mund të lini problemet mbrapa me lidhjet, me marrëdhëniet tuaja, dhe do t'regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë gjë. Dhe ju shoh që nuk e di, ose mund të keni disa konflikte në mesin e javës, ose mund të ketë një lloj konkurrence aty. Dhe ju do të regoni më bashkëpunus deri në fund të javës. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta ju do të regoni të kujdesshëm në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, ose edhe me çështje të ndryshme që keni, duke lënë problemet mbrapa dhe duke u treguar të kujdesshëm. Por mund të jeni edhe në konflikt me vete në lidhje me projekte, bashkëpunime të ndryshme, ose mund të ndjeni konkurrencën në një vend pune, ku secili lufton për vete dhe ju do luftoni për vete në këtë konkurrencë, dhe unë shoh që do futeni në një bashkëpunim. Për pjesën e beqarëve, shoh që do jetë një person te vendi punës që do të rriqet nga ju. Ndërsa në lidhje me punën, shoh që ju do jeni të admiruar te vendi punës, do pëlqejnë punën tuaj, ndoshta gjithë ata që kanë lidhje me bizneset, klientët do të rriqen, ndoshta edhe nga reklamimi i punës që keni bërë, por gjithsesi ju shoh pak të pakënaqur në lidhje me të ardhurat. Mund të ndjeni që ka dhe konkurrencë në një aktivitet privat, në një biznes ose në një punë që ju keni hapur. Gjithsesi ju shoh që do jeni bashkëpunus deri në fund të javës 4. Është një muaj shumë i mirë në lidhje me ju. Gjithsesi do marrim një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë. Çfarë mesazhi ju japin? Atëherë kemi 6 e monedhave dhe ju thot, ju do keni një dhuratë gjatë këtij muaji për kujdesin që ju keni treguar në këto vite, thot. Mundësitë për një rrugë të re janë duke ardhur. Dhe thot ju
një borxh ose një kështu, do me thënë sikur e keni paguar një borxh të vjetër, ose ju paguani një borxh të vjetër, sepse kjo ka lidhje edhe me anën financiare, ose ju do paguani dhe një borxh të vjetër. Gjithsesi, e rëndësishme është ju keni një dhuratë gjatë këtij muaji. Mund të jetë dhuratë në dashuri, dhuratë në punë, nga ana ekonomike. Ju do kujdeseni ose ju jeni kujdesur për vite në lidhje me këtë dhuratë, është diçka që do t'ju vi dhe mundësitë do sjellin edhe rrugë të reja për ju. Kështu që ju do keni mundësi edhe të çlyeni një borxh thot, ose që e keni ndër vite, nuk e di. Kjo ka lidhje edhe në lidhje me dashurinë dhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, është një dhuratë e mirë për ju, jo dhuratë e keqe. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbrëmje sa më të këndshme.